Sot do t'ju tregoj për një bimë që shumë njerëz e kalojnë pranë pa e ditur sa e veçantë është. Bëhet fjalë për karotën e egër me emrin botanik Daucus carota, e njohur edhe si Queen's Anne's. Kjo është paraardhësia e karotës që kultivojmë sot në kopshtet tona. Ajo rritet në fusha, livade dhe buzë rrugëve, me lulet e saj të bardha në formë çadre ku shpesh në qendër shfaqet një lule e vogël me ngjyrë vjollcë. Përveç bukurisë së saj, karota e egër ka një histori shumë të gjatë përdorimi në mjekësinë popullore. Tradicionalisht, ajo është përdorur për të mbështetur shëndetin e veshkave, fshikëzës së urinës dhe mëlçisë. Besohej se ndihmonte në rritjen e rrjedhjes së urinës, duke lehtësuar largimin e mbetjeve nga organizmi dhe duke ndihmuar në parandalimin e formimit të kurve në veshka. Ajo është përdorur gjithashtu për shqetësimin e sistemit tretës, sidomos në rastet e gazrave dhe dhimbjet e barkut. Rrënja e saj është e ngrënshme, si e gjallë ashtu edhe e gatuar, dhe ka aromën karakteristike të karotës. Edhe lulet mund të përdoren në gatim, ndërsa farat shërbejnë si aromatizues në supa dhe gjella. Nga farat përftohet edhe një vaj esencial, i cili përdoret në disa produkte kozmetike për kujdesin ndaj lëkurës edhe reduktimin e rrudhave. Në mjekësinë popullore, gjethet janë përdorur edhe për veti të tjera tradicionale, ndërsa farat janë përdorur dikur si kontraceptiv natyral. Pikërisht për këtë arsye, karota e egër nuk duhet të përdoret nga gratë shtatzëna, pasi mund të ndikojë në mitër. Një fakt tjetër interesant është se një zierje e fortë e farave dhe rrënjës është përdorur tradicionalisht edhe si insekticid natyral. Por tani dua të ndalem te një paralajmërim shumë i rëndësishëm. Karota e egër ngatrohet shpesh me poison hemlock, një nga bimët më helmuese që rritet në natyrë. Të dyja i përkasin së njëjtës familje bimore dhe në pamje mund të duken të ngjashme. Një nga shenjat karakteristike të karotës së egër është aroma e fortë e karotës kur thyhet rrënja. Gjithashtu, lulja e saj është më e dendur dhe shpesh ka një lule të vogël vjollcë në qendër. Megjithatë, këto shenja nuk mjaftojnë gjithmonë për një identifikim të sigurt. Prandaj mos konsumoni kurrë një bimë të egër nëse nuk jeni plotësisht të sigurt për identitetin e saj. Karota e egër është një shembull i bukur se sa shumë vlera mund të fshehë natyra. Ajo ka shoqëruar njerëzit për shekuj me radhë si ushqim dhe si bimë e përdorur tradicionalisht në mjekësinë popullore, por njëkohësisht na kujton se njohja e saktë e bimëve është gjithmonë thelbësore. Një fakt shumë interesant është edhe origjina e emrit Queen's Anne's, sipas një legjende angleze. Mbretëresha Ana pothuarte një dantellë të bardhë shumë të hollë dhe duke shpuar gishtin me gjilpër, mbi dantellë ra një pikë gjaku. Thuhet se kjo është arsye pse në qendër të shumë luleve të karotës së egër shfaqet një lule e vogël me ngjyrë vjollcë ose të kuqërremtë. Edhe pse kjo është vetëm një legjendë, ajo e ka bërë këtë bimë